Fjala sot. Krishti. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder, nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është Krishti. Edhe pse kjo fjalë është një nga më të përdorurat sot në shumë vende të botës, jo të gjithë e dinë kuptimin e saj të vërtetë. Madje ndonjëherë, fatkeqësisht, edhe ata që e dinë kanë frikë ndrojtje ta shpjegojnë, duke lejuar kështu që emri i Krishtit të përdoret vend e pa vend dhe me ngjyrime negative. Për të mësuar dhe kuptuar thellësisht se Krishti është emri më i fuqishëm që ekziston në tokë dhe në qiell, ju ftojmë të na ndiqni në programin tonë të sotëm. Në këtë emër është fuqia dhe pushteti i vërtetë. Ky emër është ai që thyen muret e ndarjes sonë me Perëndin, që na siguron se kemi një të ardhme të mrekullueshme, plot shpresë, që na pajton me Perëndin dhe na siguron se do të kemi një jetë të përjetshme me të në qiell. Qëndroni me ne për të mos e humbur këtë mundësi që Perëndia u ofron të gjithë njerëzve. Sot, përpara se të fillojmë, dua t'ju kthej për një moment pas në kohë. E bëj këtë që edhe ata që nuk e kanë dëgjuar programin e kaluar, të mund të kuptojnë më mirë atë që do të diskutojmë sot. Herën e shkuar, u përpoqja të shpjegoj kapitullin 16 të Lukës, shëmbulltyrën e administratorit të padrejtë, e cila është ndër shëmbulltyrat pak të vështira për të kuptuar. E shpjegova në një mënyrë që të ishte sa më e lehtë për të përvetësuar nga ju. Kjo shëmbulltyrë ka të bëjë me ruajtjen ose bërjen e thesareve në qiell dhe shpresoj që të keni marrë një mesazh të vlefshëm prej saj. Kur përdor këtë shëmbulltyrë, Krishti nuk po lavdëron administratorin e padrejtë për pandershmërinë dhe padrejtësinë e tij. Një interpretim i tillë do të ishte krejtësisht i gabuar. Ai po na thotë se dëshiron që ne të kuptojmë se ai njeri u tregua i mençur. Ai e dinte se do të pushohej nga puna, prandaj përgatiti një plan. Shkoi tek të gjithë ata që i kishin para borxh pronarit të tij dhe u kërkoi të paguanin vetëm gjysmën e borxhit. Ishte i vetëdijshëm për rezultatin. Pasi të mbetej pa punë, ata që ai kishte ndihmuar do t'i ofronin mbështetje dhe ndihmë. Mendoj se një nga gjërat që Jezusi pret nga ndjekësit e tij është që të planifikojnë me mençuri dhe qëllim. Unë e di se disa gjëra ndodhin në mënyrë spontane dhe shpesh ato janë më të mirat, apo jo. Ndërsa udhtoni, takoni dikë dhe papritur kuptoni se keni një mundësi për të dëshmuar. Nuk e keni planifikuar, por mundësia është para jush dhe ju e shfrytëzoni për të dëshmuar. Kjo është e mrekullueshme. Megjithatë, mendoj se planifikimi është gjithashtu i rëndësishëm. Për shembull, ndërsa jeni duke u dëshmuar fëmijëve tuaj të rritur apo fëmijëve tuaj, duhet të hapni syt për mundësitë që ju jepen. Duhet jeni të përgatitur për atë që do të thoni dhe për mënyrën se si do ta thoni. Ndoshta keni dëshmuar kur u keni çuar një dhuratë, kur kanë qenë sëmurë, apo kur kanë qenë shtruar në spital. Ju duhet të planifikoni se si do t'ua prezantoni atyre ungjillin. E mënyra më efektive për t'i treguar dikujt për Jezu Krishtin është t'i shpjegoni se çfarë do të thotë, ç'kuptim ka Jezu Krishti për ju. Mund të flisni për përvojën tuaj të kthimit, ose për jetën tuaj si i krishter. Gjithashtu mund të ndani atë që po mësoni nga studimi biblik në kish, duke e përshtatur bisedën në mënyrë që personi tjetër të kuptojë seriozitetin tuaj, angazhimin që keni ndaj besimit dhe dashurinë e dukshme që ndjeni për të. Shprehni dëshirën tuaj që ai të ketë një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin, duke e njohur, duke e pranuar atë si Zot dhe Shpëtimtar. Mund të diskutoni çdo temë, por zakonisht kërkohet planifikim për t'u përgatitur si duhet. Shërbëtori i padrejtë tek Luka 16 bëri një plan dhe ishte realist. A keni takuar ndonjë krishter që nuk është realist? Njerëz të tillë duket sikur jetojnë me këmbë në ajër. Më kujtohet një adoleshent që erdhi në zyrën time
dhe më tha se donte të braktiste shkollën e mesme sepse kishte një plan, të bëhej milioner deri në moshën 21 vjeçare. Sigurisht, ai ishte larg realitetit. Fliste me entuziazëm për produktet që do të shiste dhe ishte i bindur se mund t'i kthente disa qindra dollar në mijëra. Sot, ai është i rritur dhe ka kuptuar se jeta nuk funksionon gjithmonë sipas pritshmërive tona. Është e rëndësishme të jeni realist. Mendoj se kur njerëzit flasin me të krishterët, ata presin prej nesh të jemi realist, të sinqert e të drejt për drejt, njerëz me këmbë në tokë. Besoj se pikërisht këtë cilësi po lavdëron Krishti te ky njeri, si dhe faktin që ai vuri planin e tij në veprim, gjë që është thelbësore. Kam dëgjuar shpesh krishterë që thonë se do të bëjnë këtë apo atë dhe her pas here shtojnë se po të ishin të pasur do të jepnin të 10. Jo, nuk do ta japin. Nëse nuk japin të 10 kur kanë pak, nuk do ta japin as kur të kenë shumë. Ky është një mësim i qartë biblik. Nëse nuk jeni besnik në gjëra të vogla, sigurisht që nuk do të jeni besnik as në gjëra të mëdha. Madje, Perëndia as nuk do t'ju a jap mundësinë të jeni, sepse ai bekon vetëm ata që e kanë vërtetuar se janë besnik. Ai mund t'i bekoj ata pak më shumë, sepse ai e di se çdo të bëjnë me ato që ai u ka dhënë. Besoj se në vend që të shikoni ëndra me sy hapur, veproni tani. Filloni në këtë moment. Veproni. Kjo është ajo që Krishti po lavdron, një njeri që e vuri planin në veprim. Ju kam folur për kapitullin e parë të parë Korintasve, një kapitull i mrekullueshëm nga letrat e apostullit Paul. Lexojeni këtë letër drejtuar Korintasve dhe përqendrohuni te kapitulli i parë. A e dini se në 10 vargjet e para të këtij kapitulli Krishti përmendet plot 10 herë? Ai flet për kishën e Perëndisë, për të qenë të shenjtëruar në Krishtin dhe thot se ne jemi thirrur. E fjala greke që përdoret këtu është hagios, që do të thotë të jesh i thirrur, i ndar veçmas. Për ta ilustruar më mirë, imagjinoni një pjatë shumë të veçantë që mbani në bufe, të cilën e përdorni vetëm për të servirur biskota kur ju vijnë miq. Nuk do të zgjedhni një pjatë plastike, por një pjatë veçantë. Pikërisht këtë kuptim ka fjala hagios, diçka e ndar veçmas, e dedikuar për një rast të veçantë. Ky është koncepti për cilin flasim kur diskutojmë darkën e Zotit dhe për enët e përdorura për të shërbyer atë, të ndara veçmas dhe të shenjta, të dedikuara Krishtit për një vakt të veçantë. Kjo është fjala që apostulli Paul përdor këtu, hagios, për të thënë se ne jemi të ndar veçmas. Jemi shenjtorët e Perëndisë. Jemi ndar veçmas në mënyrë të veçantë për t'i shërbyer atij, të ndar nga bota. Është një lloj me fjalët që tha apostulli Paul në një gjuhë tjetër. Ne jemi në botë, por jo nga bota. Ky është thelbi i asaj që ai po thot. Ai po thot se Krishti na ka përgatitur të jemi fëmijët e tij. Ne jemi në botë, jemi të rrethuar nga njerëzit e botës, shumë prej cilëve nuk e njohin Krishtin. Por ne e njohim atë. Krishti na ka ndar veçmas për të qenë ambasadorët e tij të veçantë. Ne jemi këtu në tokë për t'u sjellë të tjerëve lajmin e mrekullueshëm të shpëtimit. Kjo është dhurata më e madhe që ai na ka dhënë. Dhurata e shpëtimit. Çdo dhunti apo talent që kemi marrë prej tij, qoftë në art, muzikë apo aftësi tjera, na është dhënë për të lartësuar emrin e tij dhe për t'i sjellë atij lavdi. Ky është thelbi i gjithçkaje. Krishti është në qendër të gjithçkaje, për herë. Ju ndoshta mendoni se apostulli Paul po bënte një program dhe do të ulej para mikrofonit e do të thoshte: Jezu Krishti është Zoti juaj, ai është shpëtimtari dhe shpenguesi juaj, Jezu Krishti ju do. Ai mund bënte një program të tërë, thjesht duke thënë emrin e Jezu Krishtit, derisa në mendjen tuaj të kumbonte vetëm ky emër. Thuhet se reklamat më të mira janë ato që e përmendin emrin e produktit të paktën 7 herë. Kjo bazohet tek psikologjia një personi të zakonshëm. Ndoshta keni provuar këtë kur u flisni fëmijëve dhe u thoni atyre 2 apo 3 herë për diçka, por ata sillen sikur nuk e kanë dëgjuar. Ndoshta nuk ju dëgjojnë as herën e 7, por thelbi është se ju duhet ta përsërisni.
duhet ta thoni shumë herë në mënyrë që të lërë shenjë në mendjen tuaj dhe ta kuptoni me të vërtetë. Këtë po bën edhe apostulli Paul në këtë kapitull. Ai po thotë se dëshiron që ju të mendoni për Krishtin, t'i luteni dhe ta falenderoni për gjithçka që ka bërë në jetën tuaj. Unë asnjëherë s'mund ta falenderoj mjaftueshëm. Nëse po dëgjoni Jezu Krishtin të vijë tek ju përmes këtij mesazhi, atëherë e dini se fryma e shenjtë po punon në ju. Perëndia ka sjell mira njerëz në besim përmes programit Fjala Sot. Dhe ai po bën të njëjtën gjë në të gjitha shërbesat në mbar botën. Ne dëgjohemi në Kinë, Indi, Rusi, Australi, Afrikë dhe kudo në botë. Kur ju kontriboni, bëheni pjesë e këtij mësimi të madh. Ne po zgjerohemi dhe me hirin e Perëndisë vazhdojmë të shtojmë gjuhë të reja. Bekimet e Perëndisë janë të dukshme dhe si rezultat shumë njerëz po reagojnë dhe po shpëtohen. Ne e dimë se në një fist në Indi, të quajtur Koja, që jeton në breg të oqeanit në Indin lindore, 850 njerëz kanë pranuar Jezu Krishtin nga ky program. Në këtë moment, ne jemi të vetmit njerëz me një mesazh të krishterë në këtë gjuhë. Shpresojmë që shumë shpejt të na bashkohen edhe të krishterë të tjerë. Në këtë vend janë ngritur 5 kisha të vogla vetëm vitin e kaluar dhe ne lavdrojmë Perëndin për këtë. Ju lutemi, bashkohuni me ne për ta çuar mesazhin e shpëtimit në të gjithë botën dhe le të kumboj emri i Jezusit në veshët tanë, vazhdimisht. Lutjuni atij, adhurojeni, shërbejeni atij, jetoni për të dhe dëshmojeni për të kujdo që ju dëgjon. Le të jetë Jezu Krishti fokusi ynë, përqendrimi ynë i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. Shpresojmë dhe lutemi që sot përmes këtij programi të keni marrë jo vetëm një kuptim të qartë mbi emrin e Krishtit, por edhe një mesazh të fuqishëm që mund të transformojë jetën tuaj në një jetë kuptim plot dhe me qëllim. Gjithashtu, lutemi që kushdo që na ka dëgjuar të mendojë për thyerjen e shumë barrierave midis tij dhe Perëndisë për t'ju afruar më shumë me të dhe për t'i shërbyer me përkushtim çdo ditë të jetës së tij. Nëse keni pyetje për këtë temë apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.